pëlqen një tekst i cili kishte dalë për një profesor i manmor së ne, që është se thot në hapësirën shqiptare, Shqipëni, në Kosovë dhe në Maqedoni, forcat politike të cilat nuk do të shkatrohen asnjëherë janë LDK-ja, Vetëvendosja, Partia Demokratike e Shqipënisë dhe Partia Demokratike Shqiptare e Maqedonisë. Kjo është ashtu, po të hymë në një analizë më të thellë, luftën më të madhe, barën historike të transformimit që fatmirësisht ndodhe edhe të ne shqiptarët që ikën prej komunizmit, fazën e çlirimit një pjesës kombit prej thundrës slavëve, siç është Kosova, e ka bartë partia jonë, Partia Demokratike Shqiptare. Pse i them këto gjëra? Për t'i kthjellu disa njerëz, disa shqiptarë që s'mendojnë si ne, disa shqiptarë që janë të mashtruar sot para 5 vjetëve, 10 vjetëve, për të thonë se forca e madhe, aktiviteti i fortë i Partisë Demokratike Shqiptare e ka provoku armikun e shqiptar, Serbi, Udbën, Maqedoninë. Edhe ata me gjitha mjetet e mundshme e kanë luftu Partinë Demokratike Shqiptare. Unë e di se shumica për jush, jo vetëm ne që jemi këtu që mbështetin për dëshën, në Gjermani, në Angli, në Australi, shpeshherë ka kap, do shta dhe frikë dhe panika se do të arrijnë këta që ta zhbijnë Partinë Demokratike Shqiptare. Nuk ka ndonjë problem shumë i madh ndonjë parti me u zhduk, me u fshin, vinë parti tjera. Po parti të cilat e kultivojnë etnin, identitetin, kulturën e një kombi, po zhduket në ajo mund të jetë fatkeqësi kombëtare, se më pastaj ai kom zhduket.